Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë me ju edhe letrën e radhës. Letra e radhës në fakt është një trishtim, është një dhimbje, është një pikëllim i madh, i shkruar nga një grua, e cila me lot në sy tregon tmerrin që po kalon në jetën e saj. Flasim për një tmerr të tmerrshëm, për një histori që ju do të mahniteni. Përshëndetje Tiranë. Unë që po shkruaj këtë letër jam një gruaje të 50-tave. Kam lindur edhe jam rritur në një familje modeste, të qetë edhe shumë të edukuar. Nga një baba i cili është profesor dhe nga një nën e cila është edukatore. Sa e vështirë ishte jeta për ne kur jetoni me një rok. Dhe unë si vajza më e madhe që isha, e ndjeja të arsyeshme, pasi që nuk kishin vëlla, të sakrifikoja nga vetja që ta shoh familjen të lumtur dhe të bekuar. Dhe këtë sakrificë, me shumë dashuri e bëra unë. Një komshie në lagjin ku jetoj unë, më njohu me një djalë i cili sot e kësaj dite jetojmë në gurbet. Ishte djali vetëm një familje. Nuk kishte as motra as vëllezër, por kishte një pasuri shumë të mirë. Sado që ishte pasuria, sepse edhe mund të më ofendojnë njerëzit e tjerë të më thonë që Tironi ta ka lexuar historinë, por nuk ta ka shpjeguar mirë. Sado që ishte pasuria, unë nuk u dashurova në pasurinë, por u dashurova në njeriun të cilin unë e njoha. Edhe pse ishte e pabesueshme për të, por unë vërtet e doja atë njeri, sepse më pëlqente çdo gjë që ai e kishte. Natyra, shpirti, trupi, zemra, çdo gjë që atë përfaqësonte. Dhe unë ndjesha shumë e lumtur që isha në krah me të. Nuk ndenja shumë e fejuar, ndenja shumë pak, por u mundova që të përmbushja një kapitull të cilin e kisha në shpirt. Vjera ime ishte ajo e cila më dha mbështetjen e parë. Asa të bukura ishin ditët. Fillova që t'i ndihmoj dhe babait dhe ndihesha tepër e bekuar. Deri në muajin e 3 të martesës, kur buri më erdhi në shtëpi dhe filloi që të më akuzonte që unë jam duke bërë mangupliqe, që unë jam duke bërë pisliqe dhe që unë mundohem të shkatroj pasurinë e tij. Me thënë të drejtën, për mua ishte e pabesueshme, pa imagjinueshme. Pse duheshte të bëj një lëvizje të tillë? Pse duheshte të bëj një veprim të tillë? Pse në fakt duheshte unë ta bëj këtë gjë? Çdo ditë kalonte me shumë inat. Më rihte, më maltretonte, më kapte për flokësh, më gjuante në tokë. Nuk më jepte më para. Më thonte që do të sofësh për bukë. Ke pas qëllime që më ke marrë. Ti nuk je e vërtet, ti nuk je e sinqert, ti je mashtruese. Ti Zoti do të vret sepse më ke gënjur mua. Kanë qenë këto fjalë që mi ka thënë dhe realisht më ka thyer në shpirt. Nuk e besoja dot që partneri i jetës, për të cilin unë njepja jetën,
të mi thonte këto gjëra dhe të më shkatronte kaq shumë. Ditët kalonin si ujë. Unë të vërtet nuk e kuptoja se çfarë po ndodhte me fatin tim. Sot e kësaj dite është po e njëjta gjë. Kam dëgjuar nga gratë të zonës që burri im ka një grua tjetër, që për vite të tëra ka ndërtuar një histori dashurie, që për vite të tëra ka ndërtuar një histori dashurie. Më dhimbset, besoni se më dhimbset kur e dëgjoj. Një burr të jetë kaq i pist, një burr të jetë kaq i lik, dhe të jetë kaq i pandershëm, të jetë kaq njëri robërues, të më shkatrojë edhe jetën, nuk e di se nga t'ja bëj. Babai tashmë është në vite, është drejt vdekjes. Kur shkoj në vendlindje mundohem të jem e lumtur, të jem e gëzuar, gjithmonë e arsyetoj burrin tim që nuk vjen kurrë tek i mat, që është shumë i zënë me punë, që ka shumë angazhime, që është jashtë shtetit. Shkoj në përdasma vetëm, shkoj në përmorte vetëm. Ka një urrejtje të jashtëzakonshme tek unë. Edhe familjarët e tij të afërm nuk e kuptojnë se çfarë po ndodh. Këtë hallin tim e di vetëm motra ime. Motra ime më thot lëre, se vetëm me vujtje dhe me verbëri të ka shkuar jeta. Shkatrove gjithçka, veten tënde, për t'i ndihmuar atij njeriu i cili në asnjë mënyrë nuk të ndihmoi dhe nuk të qëndroi pranë, nuk të respektoi. Por unë përsëri mundohem që të jem sa më afër ti. Mundohem që t'i dhuroj sa më shumë dashuri. Edhe ta kthej afër vetes, por është e pamundur. Nuk e di se çfarë të bëj. Do thënë kjo është letra e kësaj zonje. E nderuar, unë e shikoj hallin që ke. Nuk është e lehtë të menaxhosh një martesë të tillë, nuk është e lehtë të menaxhosh një historie të tillë. Por unë mendoj që fati jot është vërtet shumë i vështirë. Dhe ti duhet të ulesh edhe të mendosh se çfarë të bësh fillimisht njëherë me veten tënde. Se si ta jetosh ti jetën dhe më pas, do me thënë, të ulesh edhe të logjikosh se çfarë po ndodh me marrëdhënien tënde. Unë mendoj që burri jot është i mbushur me urrejtje, me negativitet për ty. Është i mbushur me mlef për ty që mundohet dita ditës, do me thënë, atë mlefin ta ul në tokë, të nxjerrë ty të keqe dhe ta shkatron këtë historie të dashurisë që ai e ndërtoi me shumë emocion. Unë kështu e shoh këtë histori, nuk shoh gjë tjetër.